Mirë se vini në Tretkas Albania, unë jam Henry dhe Tretkasi është një podcastet kryesore për tregjet financiare. Do bëjmë një analizë të përgjithshme të tregut, në flasim për situatat makro, geopolitike në fillim, pastaj do analizojmë tregun e aksioneve, përfshim këtu indekset kryesore amerikane dhe globale, do flasim për kripton dhe madhrat me Forexin në pjesën e fundit të kësaj podcast, por tregu ka filluar në temi pozitiv këtë javë. Patëm një rritje të çdo treg, vetëm nafta ul pak, që shkoi te çmimi mesatar 20 ditor. Patëm një rritje sepse Trumpi doli dhe tha që 5 ditë do ndaloj ose do bëj një farë armë pushimi që nuk do kundërvihet Iranit me situatën që është krijuar në lindjen e mesme, dhe kjo solli le të themi një blerje euforike të hënën dhe një rritje të tregjeve të aksioneve, në kriptove dhe kështu me radhë. Njëkohësisht patëm naftën që ra, dhe duke rënë dhe nafta u ribalancu pak tregu. Unë kam thënë gjatë gjithë javës, si në Discord dhe në Telegramin ton, falas që tregu për mendimin tim do shkojë te një çmim mesatar, do të krijojë një fal ekuilibër kësaj jave, dhe ajo ka ndodhur. Dhe në fundi javës, kur është afruar data skadencës e 5 ditëve që Trumpi ka thënë te postimin Truth Social, ne kemi parë që tregu tani ka filluar të bie dhe ka rënë më thellë. Kam dhënë disa tregtime që unë kam bërë gjatë javës, por ka qenë një javë shumë e qetë, vetëm e lidhur me situatën e Iranit dhe sektorin energjetik, dhe unë nuk është që kam bërë shumë tregtime dhe nuk është që shikoj mundësi të më dhanë në treg, por është mirë që ju të dini se si është gjendja e tregjeve, sepse mbas një situatë të tillë bëhet tregu më i mirë për të pozicionuar dhe të investuar. Mund të zgjasë disa javë, mund të zgjasë disa muaj. Unë gjithmonë do mundohem t'ju jap juve me gjithë anëtarët e tjerë të podcastit ton analizat e duhura që t'jeni të përgatitur për rotacionet dhe lëvizjet e kapitalit. Kaq kisha për analizën makro, nuk shikoj. Ndoshta do të bëj ndonjë analizë pak më të detajuar politike dhe situatave të ndryshme. Nuk shikoj një armë pushim në linjën e mesme. Unë fatkeqësisht shikoj një përkeqësim situate. Për momentin mendoj që Amerika ka vënë re që Irani po i kundërvihet dhe ka krijuar një situatë të vështirë globale për sektorin e energjisë. Janë mbyllur pika karburanti në disa shtete aziatike. Kemi parë në Pakistan që ka radha të mëdha për, dhe Sri Lanka që ka radha të mëdha për naftë. Kemi parë në Filipinë që njerëzit po hecin tani për t'ikur në punë sepse nuk përballojnë dot çmimet e karburantit. Kemi dhe në shtete si Kuba dhe të tjerë që janë në totalisht në blackout, kur nuk ka drita për periudha të gjata dhe kështu me radhë. Po krijohet një situatë e pakëndshme që ndoshta mund të ndikojnë dhe shtetet e tjera globale. Azia përjeton njerëz më vështirë sepse varet shumë nga nafta e linjës të mesme, Iranit dhe kështu me radhë. Dhe kjo është situata. Unë mendoj për të liruar pak tregun e energjisë, Amerika ka bërë këtë armë pushim dhe Irani me ajsa diun, sepse nuk jam në temi analizë gjendjes politike, jam më shumë të tregu, por me ajsa diun Irani ka shitur duket 10 bilion vlerë naftë vetëm këto ditë të fundit, edhe Amerika ka bërë më shumë që të liroj pak tregun e energjisë, duke lejuar Irani që të shesi dhe hequ sanksionet kundër Iranit. Kjo ka qenë, le të themi, lëvizja në anën e luftës
unë shikoj si luftë më shumë ideologjike, përzierë midis le të themi fesë dhe situata ideologji politike, dhe është një kombinim të dyve që po krijojnë këtë situatë gjeopolitike më shumë për të shndruar Iranin në një shtet që Banka Qendrore është e kontrolluar dhe pjesë e bankave të International Settlements që janë të lidhur me Zvicrën. Kjo është situata që unë shikoj aty, një analizë të përgjithshme që unë do bëj. Për tregun, do të thotë që në përgjithësi tregu është risk off, që do të thotë që mos merrni rrezik duke pozicionuar agresiv në treg në anën long, duhet të jeni shumë të kujdesshëm në blerët long. Unë personalisht jam totalisht cash, kam tregtuar dy lëvizje intraday që janë afat shkurtër, dhe do t'i zbërthej ato pak më vonë në këtë podcast, duke ndarë dhe screenshotet dhe live grupin tim privat në Discord, dhe kam dalur me një fitore dhe me një humje të vogël. Kjo është situata, është shumë situatë vështirë që nuk mund të tregtoni agresiv, po tregtuat do të përqendroheni më shumë të ana short dhe me kujdes të madh, kuptohet, sepse mund të ndryshoj situata vetëm me një lajm nga Trumpi apo një përkeqësim apo përmirësim të luftës. Kështu që duhet keni kujdes maksimal. Atëherë po e mbyll me kaq segmentin e analizës makro dhe e përgjithshme me ngjarjet kryesore. Nuk shikoj ndonjë gjë tjetër që ja vlen që diskutojmë këtu, ka qenë çdo gjë e përqendruar te lufta. Dhe po filloj tani te analiza teknikale, do filloj me analizën e indekseve kryesore amerikane, S&P 500, Nasdaq 100 dhe Dow Jones. Do përfshi këtu ndoshta dhe Russell 2000 që janë small caps, për të treguar le themi dhe gjendjen e small caps, kompanitë të vogla amerikane. Atëherë po shikoni chartin tim të SPY, SPY-ja, është S&P 500, po shikoni këtu shumë chart që ka pasur një rënje të thellë dhe të vazhdueshme. Unë në fillim të javës ju thash që mund të shkoj deri në çmim mesatar i Z apo edhe këtu në mini version, pastaj mund të trektoni short, kam darë edhe këtë në X, timin personal, kam darë edhe në Telegram. Ja ku e keni, vazhdimësia ka qenë perfekte. Supporti që kam përcaktuar këtu është një support që unë shikoja më përpara kësaj lëvizje. Supporti tjetër që shikoj tani është te kjo zona 6620 te SPY, dhe do të jetë diku te 6200 te SPX, që është SPY, që është S&P 500 në përgjithësi, ja ku e shikoni këtu poshtë. Okay? Do shikoni te charti i SPY që kam shkruar dhe risk on, mbi këtë vizë risk on, në këtë vizë risk off. Gjithë kësaj kohe kemi qenë risk off. Unë aktualisht kam parë një kthim trendi që në datën 4 shkurt dhe datën 21 janar që mund të anonte tregu për këtë lëvizje short dhe kam qenë themi risk off gjatë gjithë asaj periudhe që kam marrë në këtë vizë trendi dhe vazhdon të gjej rezistencë. Unë pretendoj që mund të bënte një lëvizje deri te kjo, nuk e ka bërë dhe ja ku jemi. Tani për momentin do thuaj që kemi edhe një vizë tjetër trendi që është kjo, që mund të jetë themi hapi parë për një lëvizje risk on në treg, e bëj që shkonte 620, shkon për lart dhe mund kemi dhe themi ndonjë konsolidim këtu dhe një lëvizje në maj dhe më lart. Kjo është situata dhe çfarë shikojmë te S&P-ja. Risk off, që ta kuptoni, do të thotë mos merrni rrezik. Ose dhe po morët rrezikun, duhet minimal dhe të studiuar mirë, mos merrni rrezik dhe mos të tregtoni long. Risk on do të thotë që jeni tani për long dhe mund të merrni rrezik dhe të jeni pak më agresiv në treg. Por risk off do të thotë marrini cash ose tregtoni short. Në gjithë kjo periudha ka qenë short për ne, të komuniteti im në Discord.
dhe për antarët aty. Flasim për Nasdaqun. Ja ku keni Nasdaqun supporti 1, supporti 2. Tani jemi në rrugë për të kapur supportin 2 në këto ditë, një devijim të jashtëzakonshëm short, sepse ka skaduar ajo periudhë që unë që ju thash që ishte 5 ditori që Trumpi ka thënë për pushimin dhe lëvizjen. Do shikoni këtë vizën e trendit, kur do thyet kjo dhe do ritestohet që të bëni prap risk on. Në kësaj vize trendi do t'jeni risk off. Do të thotë mos blini long, sepse do keni rrezik të madh, do marrni rrezik të madh. Gjithmonë ju kam thënë që në mirror reversion, në kthim të çmimit mesatar, tregu është dredharak, është i vështirë, është që do të rezistojë, dhe ja ku e keni parë të hënën për long, reziston dhe pastaj 4 ditë rresht short dhe 2 ditë e fundit short agresiv dhe po bën një lower low. Tregu tani është në trend bearish dhe ka qenë gjatë gjithë kësaj periudhe që në datën 20 janar në thyet e kësaj vizit trendit kemi qenë short dhe ka pasur rezistenca të vazhdueshme që unë i kam thënë antarëve të Discordit shpesh. Dow Jones, ja ku e keni, pritja një farë mirë reversion që mund të bënde të këto çmimet deri këtu, por gjatë kësaj periudhe gjithmonë risk off, dhe këtë ja kam komunikuar në mënyrë të vazhdueshme antarëve të mi dhe juve në media sociale. Gjithashtu dhe IWM që është Russell 2000, resistance këtu dhe pastaj shqitje, resistance on mirror reversion, më ka bërë një mirror reversion deri tek kthimi mesatar, çmimi mesatar këtu, një zonë që ka testuar disa herë, ja ku e keni. Dhe tani ka qenë support më parë, resistance, është bërë support, pastaj po bëhet resistance prapë dhe po vazhdon. Risk off gjatë gjithë kësaj periudhe dhe t'jeni jashtë tregut, okay? Vazhdojnë të jemi short dhe për të ditur se apo marrë dhe një anim short, tregtimi që unë po bëj për anën short, kuptohet që keni grupin e Discordit, por normalisht unë shikoj bën një retestim të zonat që unë më pëlqejnë në rezistencë dhe pastaj shikoj për shortin në vazhdimsi dhe kjo ka qenë temi lëvizje që unë kam bërë këtë javë. Ja ku e keni, do të rini jashtë tregut prisni, më mirë prisni, të bëhet gati tregu se sa të rrezikoni kapitalin pra në long dhe të mundohen të gjeni bottom në aksionet të ndryshme. Shumë tregtar të ndryshëm që janë fillestar më kanë kontaktuar për shembull për HIMS. Çfarë mendojnë për HIMS? Ja ka bërë një lëvizje për long dhe pastaj ka dështuar dhe po dështon po shkon prapë për short. Keni asetet e tjera që mund të shikoni që mund kenë hecur këto kohë të fundit provizorisht një farë periudhe. Kanë hecur 2-3 ditë rezistencë dhe vazhdojnë prapë dhe krijojnë lower lows. Do të keni shumë kujdes që po mundoni të kapni bottom me këtyre aksioneve, nuk janë gati dhe do vazhdoj t'ju them që nuk janë gati, prisni, duroni, sepse kur të bëhen gati dhe jemi pari që të them që po tani tregu ka marrë një anim për long dhe të poziciononi long është ideja më e mirë në tregu, ose të paktën unë do bëja të gjë dhe ju ta merrni si të doni dhe të merrni rrezikun përsipër si të doni ju. Por do t'jeni a short a cash. Ky është mendimi im, duroni dhe këtë gjë po bëj unë për veten time, këtë gjë po i shpjegoj antarëve të Discordi dhe antarëve që janë valës dhe Telegramin. Me javë kam që ju them këto gjëra që do të keni kujdes cash ose short, cash ose short, por që nuk ndjeni rahat me shortin, më mirë cash duroni dhe pastaj pozicioni për long. Por sektoret, këtu kemi analizën e sektorëve që unë shikoj, po flasim këtu për sektorë të ndryshme, ja ku e keni utilities, në sektorë që unë kam qenë long për një periudhë të gjatë që tregon një farë rritje, por nuk është mirë tregu. Kemi consumer staples. Këto ju sugjeroj që të hyni të Discordi sepse unë analizoj shpesh dhe ku ka rotacione në disa sektore të mira, unë jam i pari
që ju them që tani do mundon të përqendrohem në këto sektor dhe do t'i trajtojmë do t'i trajtojmë në ETF-e ose në aksione individuale. Kjo është çfarë do të thoya për pjesën e aksioneve. Kemi kuptuar dhe analizat e tjera që ne bëjmë, por do bëhet podcast shumë i gjatë dhe do ta maj sa më të përpikt dhe përqiz. Atëherë, hym te analiza e kriptos. Do flasim për Bitcoin dhe Ethereum, të tjerat pak a shumë hyn te njëri basket. Bitcoini, ku është Bitcoini dhe si është gjendja? Në fillim të javës, antarëve i kam thënë që kemi një situatë që tregu mund të rezistoj dhe të shkoj për short. Shorti mund ta kapim që na 70 mishja që unë kam tregtuar vetë, por fatkeqësisht e trektova këtu, heci mirë, pastaj ktheu, më kapi stop loss se mbajta ngushtë te kjo zonë dhe pastaj kam vazhduar shortin dhe ka avancuar. Një anim serioz që mund të merrte tregu për short ka qenë gjithmonë kjo viza trendit, që kam marrë 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, është thy tani sot dhe mund të kishte tregtuar që nga 68-a dhe tani mund të jemi në një rrugë për të ritestuar këtë zonën e 62-60-a, që është treshi, ndoshta edhe më thellë, por është, le të themi, treg negativ në short. Ne shikojmë po që konsolidohet këtu dhe animi ka qenë short. Longu për mua ka qenë mbi zonën 71 deri te 72 që nuk e ka thyer dhe nuk ka mbajtur dhe ka qëndruar mbi atë zonë. Prap një analizë që unë kam darë dhe në X anglisht, por dhe në Telegram te komuniteti jon dhe gjithashtu te Discordi që ka dhe pjesë falas dhe pjesë me pagesë. Kështu që jam munduar t'ju jap shumë animi këtu dhe zonat e animit dhe ka zbatuar një në strukturët kryesore që ka qenë shorti. Dhe ka qenë mirë. Është short, do të presim të gjej supportin e radhës, nuk shikoj ndonjë mundësi këtu tani për long. As për short, them drejtën, sepse ka lëvizur që në këtë zonë e 70-68 dhe ka ikur lëvizja dhe rërëja që ju mund të realizoni, që është rreziku kundër përfitimit. Ethereum gjithashtu po njëta lëvizje, njëta strukturë, dhe do shikoni dhe shigjetën këtu që kam që në këtë rast që këtu ka qenë short tregu dhe ja ka vlet që të shikoni shortet, ka bërë një lëvizje për long, rezistencë të një zonë që ka rezistuar disa herë, 1, 2, 3, 4, 5, rezistencë, thyn strukturën këtu dhe short. Ja ku keni dhe analizën time që trend line break equals bearish, sepse komunitetin e kam anglisht, me antar internacional që janë pjesë e komunitetit tonë dhe i ndaj analizat anglisht. Por thyrjet e kësaj vizës trendit ishte bearish dhe ja vlen dhe që të merre rrezikun me një rr të mirë deri te kjo zona e 1600 që mund shkoj, që është 1.4. Shorti ka qenë perfekt, ka ikur lëvizja tani që po bëj podcastin tani të premte në dark dhe është një situatë që duhet të shikoni një ritestim, një ritestim dhe vazhdimsinë short për një tregtim të mirë, ose të prisni kthimin e trendit kur të vi, që besoj që do bazohet me këtë vizën e trendit këtu. I bin që mund të testoj këtu, rezistoj, hyn prap short, reziston short, pastaj thym për long nga mezi fundi prillit dhe ne marrim animin long. Këtu mund shkoj deri te kjo zonë ndoshta dhe shikojmë longu në këtë aspekt. Në kjo zonë këtu tani, sepse ka filluar animi për short. Kjo është analiza e kriptos. Nuk kam ndonjë gjë tjetër për të thënë për kripto, them drejtën, nuk ka ndonjë analizë që ja vlen. Tregu vazhdon të jetë short, vazhdon të jetë në rezistencë, do të shikoni në anën short ose të rrini jashtë tregut derisa të marrë animin për swing long. Kur të marrë animin për swing long, do të ndaj të Telegrami, do të ndaj të X-i dhe do të ndaj të Discordi. Discordi dhe jetë gjithmonë më i mirë sepse aty unë jam gjithmonë aktiv, kurse në media sociale të tjera mund të jetë pak me vonesë ndarja e informacioneve, derisa unë kam përgatitur postimet në media sociale. Prandaj ju sugjeroj gjithmonë që të ndiqni linkun më poshtë, që të bëni pjesë e Discordit. Keni akses falas, akses që është
vetëm për analiza dhe idetë që unë krijoj dhe ndaj me ju çdo javë, që është $29, dhe aksesi për ekzekutime, për lëvizje që unë bëj me transparencë totale. Kemi një waiting list. Kam hapur një listë që të prisni dhe të jeni në radhë ndesa të ristrukturohet ai komunitet për antarë që vinë paguajnë mujore, se më para ishin të detyruar antarët, dhe ka vetëm antarë që kanë bërë trajnimin me sargjentime dhe njohin sargjentime në detaje. Kështu që mund të përzjeni çfarë niveli doni ju të komunitetit dhe çfarë niveli keni ju interes, dhe të bëni pjesë, ta provoni 1-2 muaj, shikoni se si ju ecën, po që ju pëlqen mund të vazhdoni të rrini. Ideja këtu është që provojeni, po që keni besim dhe doni të dini më shumë informacione, dhe më pas mund të dilni kur të doni, sepse është me pagesa mujore dhe me abonime. Okej, kaq ishte kripto. Tani do filloj me analizën e Forexit me dollarin. Aktualisht unë kam marrë një pozicion në Forex me euro dollarin, ose kisha hapur dhe dola, dhe me madhat kam hapur një pozicion te nafta që ka ecur mirë long, por në volatiliteti që kisha dje më nxori me pak profit $1 me rënë aty në volatiliteti më shumë. Edhe nuk pata mundësi të rihyre në orat e hera të mëngjesit, sepse këto tregje janë 24 orë në orat 3 mëngjesit, dhe kështu që nuk e kam respektuar, por idetë kanë qenë të mira, thjesht tregu nuk është edhe aq i mirë në këto raste për të kapur trende serioze nga volatiliteti dhe paqëndrueshmëria. Por do t'i analizojmë tani dhe do shkojmë në detaje. Fillojmë me Forexin. Unë gjithmonë ju them që Forexi është shumë i thjeshtë, sepse do dini nga do anoj dollari dhe keni mundësi të tregtoni pafund Forexet të ndryshme. Dollari shkoi në një mean reversion, retestim të vizit të trendit këtu, dhe kam shkruar këtu te analizat që ndajt te komuniteti që po që thym këtë zonë jemi bullish te dollari, ose bullish te tregu i përgjithshëm dhe riskon, po që nuk e thënë jemi risk off, dhe ja ku keni 3-4 ditë që tregu tani ka bërë ulje në tregun e përgjithshëm të aksioneve, ulje në euron, ulje në kripto, dhe dollari fuqizohet. Këto 3 ditë kanë qenë perfekt dhe unë jam përqendruar te euro dollari. Euro dollarin e kam kapur në rezistencën që ka gjetur këtu te kjo 20 EMA, të kombinuar me DIX-in e përgjithshëm, që ju tregova pak më parë, support te DIX-i, te zona e trendline-it, rezistencë këtu te 20 EMA, dhe unë hyra te një tregtim që ishte kjo lëvizja diku më menoj që diku këtu, dhe diku te 0.6% që ju e dini kur tregtoni Forexin, ju që keni tregtuar Forexin që tregtoni me 30x apo me 500x, për që jeni agresiv, edhe keni përfitim këtu. Me 30x, për shembull, mund të kishe marrë 20% në këtë lëvizje, ose 20% përvësisht. Që ka qenë një lëvizje e studiuar mirë këtu, që e kam darë të komuniteti që dollari dhe ishte le të themi më shumë, dhe kam bërë me një live stream të komuniteti të ndrejtëm me antarë që janë te zona e ekzekutimit, që unë shikoj me transparencë totale lëvizje që unë bëj. Shumë mirë, dhe do të shikojmë tani se sa do vazhdoj kjo lëvizje. Mund të bëhet një retestim te zona 100, pastaj në zonë tjetër që kemi për higher high është 101.8 te DIX-i, që thym dhe këtë zonën historike të rezistencës, që mund të vazhdoj deri 101.8. Kjo është analiza ime e Forexit. Ju sugjeroj të gjithë tregtarëve që merren me Forex të analizojnë DIX-in, ose po që doni të dini se si mendon një swing trader, si puna ime për dollarin, që atëherë ju hap mundësi për të tregtuar çdo aset tjetër, mund të bëni dhe pjesë e komunitetit me linku më poshtë, dhe të shikoni ndoshta dhe videot këtu një herë në javë,
dhe shumë gjërat e tjera që unë ndaj në media sociale kur kam mundësi gratis. US Oil, nafta, ka ecur shumë mirë dhe unë kam darë si një mundësi më të mira në Discord, da ndaj tani Discordi me ju që ty të regoj që një herë në javë të grupi falas i Discordit, unë ndaj idetë më të mira që unë kam. Okay? Për të pak antarët këtu, sepse nuk du t'i maj privat antarët, të rri privatësinë e antarëve. Ja ku e keni, në fillim të javës, datën 23, të hënën, kam thënë, US Oil long nga 86 deri te 100, ose më shumë. Okay? Ideja numër 1 që unë kam pasur për tregun dhe shikoj si një mundësi të mirë, kjo ide është që do ri ekuilibrohet tregu i herë, pastaj do bëj këto lëvizje. Nasdaq 100, 500, S&P 500 short, mbas një rritje dhe gjetje rezistencë. Goldi do shkoj deri te mirë, pastaj ne do ta trajtojmë short. Goldi tani është në përgatitje, akoma nuk na ka dhënë mundësinë, por këto të dyja në këto të treja na ka dhënë mundësinë. Do i shpjegoj pak më vonë. Herë mulej mirë US Oil. Kripto gjithashtu dhe kështu me radhë. US Oil, do shikojmë tani si ka vepruar US Oil mbas datës 23, si ka vepruar dhe ku ka ikur. Ja ku e keni, të hënën, në falni, të dielën ka shkuar dhe ka kapur 84, pak më thellë, nga zona 86 e këne ka filluar trendi për long dhe ka qenë një nga tretime që unë kam hapur Discordi dhe mund të hymë të pjesa e ekzekutimeve këto që kam të komuniteti që shikohet me transparencë totale në gjithë lëvizje, okay? Ja ku e keni, kam darë dhe të X-i këtë, ja ku e keni. US Oil long në 90.05, SL-ja 85.79. Pastaj kam dalur gradualisht 10% dhe 10% të tjera të 92.4, SL-në kam rritur dhe kam vërë në profit, dhe pastaj është kapur SL-ja nga lëvizja pa pritur që ka bërë këtu, keni dhe shigjetat blerjes me shigjetat e shitjeve që kam bërë, nga kjo volatiliteti që bët inte në dark, dhe nuk pata mundësi të rihyrja, por ideja, kjo është ideja këtu që do të kuptoni që ideja ka qenë mirë, dhe ju më të trektoni si të doni ju, jeni tregtar me eksperiencë, jeni tregtar që keni le të themi një farë strategjie, prap ju vlen analizat dhe animet e mia dhe analizat e një tregtari swing trader. Ide perfekte dhe ka hezur shumë mirë, se unë këteve po e trektoj me 30 minutin, me 1 orashin, me 4 orashin, më ka kapur në oraret të herët të mëngjesit sot, në 5 të mëngjesit, që unë jam në gjumë zakonisht, që ka kapur le themi kthimin edhe animin për long dhe nuk kam pasur mundësi të rihyja, po do kishe rihy dhe do kishe kapur këtë lëvizje. Gjithsesi kam kapur lëvizjen nga 90-a këtu deri te kjo zona këtu, duke dalur le të themi duke rritur stop lossin dhe mbuluar veten time dhe siguruar një farë profiti 1-1. Kjo është lëvizje që un kam kapur te US Oil. Dhe çfarë shikojmë te US Oil në vazhdimsi? Shikoj potencial që do të shkoj deri te 100 e sipër që jemi tani te 100-ja, parafërsisht 100 e sipër me një përkeqësim lufte mund të shkoj deri te 100 e 20, ritestim të kjo zona dhe pastaj edhe te 170-a. 170-a është shkatërrim të tregut energjetik global dhe shumë problem për gjithë në çfarë do shteti që jemi për energji. Do kemi rritje kosto ushqimeve, do ketë mbyllje, do ketë blackout, do ketë situata të përkeqësuar në shtete që janë themi shumë të dobët dhe të fjala anglisht është fragile, dhe sistemet globale janë shumë fragile. Kjo është situata që ne jemi dhe janë shumë sensitiv dhe tregje tani në çmimi i naftës, ne do kemi kujdes. Floriri, të më mirë floriri është tani në mean reversion.
Ok, kthim të çmimi mesatar. Kjo zona blu është zonë mean reversion për mu. Zonë që hecën të mesatarja prap, pastaj unë shikoj një lëvizje që do bëj rezistencë ndaj kjo zonat këtu, dhe ne lëvizja më e mirë do ishte shorti në rezistencë të kthimit të mesatarja. Okay? Kaq kam për goldin, nuk kam ndonjë gjë tjetër për më shumë. Analiza si falas, sepse kemi 3 paketa të WOP-i, janë paketa access që ke akses të këto qetet, ose të një qet këtu të përgjithshëm, keni market snapshot që unë bëj një përmbledhje të gjendjes së tregut këtu, ke ide të javës që unë kam, dhe ca akses të tweets që unë bëj dhe gjëra të tjera, po këto mund të shikoni edhe vetëm te X-i, dhe tregtime që unë kam bërë gjatë javës, okay? Kaq keni këtu, kjo është falas. Keni paketën tjetër që është $29, që keni gjëra edukative bazike që po i mbush javë pas jave, ditë mas dite, duke shtuar të dhënat e tjera edukative këtu. Keni video, keni mënyrë se si analizohet tregu, shumë e radhë, keni për ju që bëni pjesë e paketës e $9 dhe keni dhe një trajnimin bazik që unë bëj, keni me video veç, shikoni, shumë informatik në gjuhën anglisht. Pastaj keni analizat ditore që unë bëj, këte që bëj në podcast e bëj çdo ditë dhe ndaj aty për gjërat më të rëndësishme të tregut. Analiza makro, prap, këte që bëj në podcast e ndaj dhe e diskutoj këtu. Mundësit ditore që unë shikoj në treg, si në aksione, kripto dhe të tjera, këto janë gjithë pjesë në $29 në muaj. Çfarë po shikoj unë dhe po vëzhgoj unë të tregu aksioneve? Shortlisti im, lista që unë kam në fokus, që unë po shikoj atë ditë për të tregtuar dhe për të hapur tregtime. Ecuria portofolit tim, që tani është në gjithë cash, sepse kam dalur, portofoli im në aksione, të njëjta gjë dhe në kripto, shikoj watchlistin tim për swing në kripto, çfarë po vëzhgoj unë për të bërë për të tregtuar long apo short në kripto, dhe gjë në portofolit tim që kam këtu cash me transparencë totale, nuk kam asgjë për të fshirë këtu dhe jam totalisht transparent dhe ku kam humbje dhe ku kam fitore, jam transparent dhe kur jam 100% cash, ju them dhe jam 100% cash. Por që doni të jeni pjesë e grupit tjetër që është executions, që shikoni lëvizjet e mia, mund të hyni te waiting list dhe shikoni gjithë tregtimet e mia, si kjo e naftës që unë kam bërë, si e Bitcoini që kam hapur, më përpara kam hapur dhe lëvizjet e tjera në US 100 short, që ka ecur shumë mirë dhe shumë e radhë, këto janë për intraday, po keni dhe swing, kripto dhe aksione, okay? Kaq kisha për të thënë sot. Ju sugjeroj të bëni pjesë e grupit sepse do mësoni realisht shumë dhe nga një tregtar që vitin kaluar ka qenë në kompeticionin e US Investing Championship, ka dalë me 64% dhe ditë të manovroj dhe në tregje të vështira dhe jo vetëm në tregje të mira. Mirupafshim dhe shihemi javës tjetër.